Arsimi mbetet një nga prioritetet kryesore të Bashkisë Shkodër dhe pavarësisht tentativave për bllokim, investimet në këtë sektor do të vijojnë pa u ndalur. Krahas rikualifikimeve të plota të shkollave dhe kopshteve, Bashkia Shkodër në bashkëpunim me donator ka realizuar vendosjen e paneleve diellore në 7 shkolla dhe 2 kopshte të qytetit. Konkretisht, panelet janë instaluar në shkollat Jordan Misja, Oso Kuka, Tring Smajli, dëshmorët e Rencit, Edit Durham, dëshmorët e Prishtinës, si dhe në kopshtet Tusha dhe Ngjyrat. Drejtori i përgjithshëm i planifikimit të Bashkisë Shkodër Bekim Mema theksoi se këto investime, edhe pse me vlerë modeste financiare, kanë një ndikim të drejtpërdrejtë dhe afatgjatë në uljen e kostove të energjisë për institucionet arsimore, si dhe në rritjen e ndërgjegjësimit për përdorimin e energjisë së rinovueshme. Ne sapo kaluam në Këshillin Bashkiak një vendim për miratim të fillimit punimeve për vendosje të paneleve diellore. Kjo është një vazhdimsi e bashkëpunimeve të ndryshme që kemi me donatorë të ndryshëm, ku deri më tani janë realizuar vendosja paneleve diellore në 7 objekte shkollore edhe 2 kopshte, duke bërë të mundur një kursim energjie të favorshëm edhe për buxhetin e bashkisë në mënyrë që të kemi prodhim energjie dhe mbulim të kostove të energjisë për këto shkolla përmes energjisë së rinovueshme. Janë investime të vogla, por janë investime që tregojnë atë angazhimin konkret që ka bashkia për mirëmbajtjen edhe rikualifikimin e objekteve shkollore, por edhe për futjen e risive edhe ndërgjegjësimin e fëmijëve edhe të rive. Këto panele kanë një gjatësi prej 20 deri në 50 vite, në varësi pastaj edhe të përdorimit, por mirëmbajtja për këto panele nuk ka një kosto të shtuar për taksapaguesit, përkundrazi kthehet të gjitha në një përfitim për taksapaguesit, sepse për këto shkolla do të paguajmë një kosto energjie më të vogël. Në vijim të këtij angazhimi, Bashkia Shkodër është pallur fituese e projektit Sunny School, përmes të cilit do të realizohet instalimi i paneleve diellore në shkollat Ndremjeta dhe Salo Halili, me një vlerë investimi prej 21.000 eurosh. Paralelisht me bashkëfinancim të bashkisë, panele diellore do të vendosen edhe në shkollën Docmazi. Bashkia Shkodër vjen të investojë në arsim jo vetëm për përmirësimin e kushteve fizike, por edhe për ndërtimin e një kulture të qëndrueshme energjetike për brezat e ardhshëm.